E dashur vajza jon Arbnora, si ka mundësi që koha kaloj kaq shpejt? Na duket sikur vetëm dje mbuloje shtëpinë me të qeshurat e tua të pafajshme, me sy që shkëlqenin nga kurreshtja dhe me zemrën që nuk dinte të qëndronte pa dashur gjithçka dhe të gjithë përreth. E tani përpara nesh qëndron një vajzë e rritur, e urtë, e mençur, e ndjeshme që çdo ditë na tregon se çfarë do të thotë të jesh njeri i mirë. Rrugtimi yt ka qenë i bukur. Jo gjithmonë i lehtë, por gjithmonë me zemrën në vendin e duhur. Ke ditur të ngrihesh, të mësosh, të falësh, e më e rëndësishmja të dashurosh jetën dhe njerëzit me një përkushtim që na ka frymëzuar edhe neve. Kemi parë si e rritur, jo vetëm në moshë, por edhe në shpirt. Ki ditur të ruash brenda vetës butësinë, por edhe forcën. Ki ditur të ndriqosh pa pasur nevojë të bërtasësh. Ki ditur të japësh pa pritur gjë në këmbim. Tani me nisjen e emisionit Star Serving Hope, ti po e shpreh edhe jashtë gjithë ato që kemi parë brenda teje gjithë këto vite. Dhe ne e dim që çdo gjë që del nga dora dhe zemra jote do të prek jetë, sepse ti je Arbnora jon, ajo vajzë që gjithmonë ka ditur të dashuroj me shpirt. Jemi krenar pafundësisht për ty, jo vetëm për arritjet, jo vetëm për titujt, për njeriun që e bërë. Me dashuri që nuk ka fund, babi dhe nëna. Faleminderit. Wow, se prita. Tu i kemi edhe disa fotografi. Une jam shumë e lidhur, faleminderit shumë për fjalë, do shta meta pak pa fjalë, por jam shumë e lidhur me familje edhe gjithmonë të qenë qika e vetme në shtëpi, edhe më kanë lazdru, edhe qysh kritë botën në mënu me madhon, jam rrit një fëmijë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, edhe sot vazhdojnë me më po si fëmijë, ndoshta jo i rritur, po vazhdojnë me po, wow, vëllezërit e mi, ko e zgjithë që të foto mi. Këtu i kemi një foto që ndoshta publiku nuk i ka pa të dë, por me sa kemi ndëgjuar, ju jeni shumë të lidhur me zvete. Une i kam dy vllazërt, po i kam shumë shok, jana Elita është e çuditshme, ndoshta jemi mundu shumë e gjetë. Nuk e di ku, une se kam këtë foto, se që është, kush e ka dërgu. Faleminderit. Vllai i madh është Mustafa, i dyti Arbri, edhe kjo tjetra e mun, e vogla, edhe jemi rrit edhe kemi një harmoni shumë të mirë. Une nuk e di kur në jetën time, këto vite i kom bo, kur nuk e di çka është mi ndru dy fjalë me vëllezërit e mi. As ata me mu, ose asun me ata, edhe kur kemi qenë gabim, sepse na gjatë rrugtimit jetës nuk është që gjithmonë jena përkrym, kemi mësime, ose kemi bona i gabim, diçka, po kur se kena qitë në pa njoni tjetër. Po gjithmonë i kena nejtë ofër, e kena mbrojt, e kena rujt, lidhjen me prind po ashtu e kam shumë, sidomos me babën, unë gjithmonë jam qika e babës, se nana gjelezan nga njerë. Edhe me babën kom pas edhe vazhdojmë pas një lidhshmëri shumë të madhe, dyqysh s'ma ka prish kur. Udhtojmë bashk, shititim bashk, dalim bashk, jënë kanë gjithmonë për krameje në gjithë hap tjetës time, i kom pas shumë suportuese dhe në rrethin kur kom dalone, nuk ka qenë edhe shumë e lehtë, shumë akceptueshme në atë kohë për familjen ose për rrethin që vajza me dalë për me se me u marrë me aktivitetin të fushën të cilën unë e kam ndjek, por Ka qenë suportues në momentin kur i ke thonë që du me shku për mes? Po gjithmonë, edhe gjithmonë kanë qenë aty me mu, në çdo hap, edhe në Miss Peja, edhe në Miss Kosova, edhe në Miss Glab, do me thonë, kur e kom marrë titullin Miss Kosova, ndjenja aty ku kom shpërthy në vajtë, si me thonë pikëzimit, kur e kom përqaf babën, edhe gjithmonë sot, për çdo gjë, kom dasht këta mi bë krenanit me mu, edhe falë Zotit, sa do këdo pak kom arrit me mja shpërblim mundin që e kanë bë për mu, edhe mënyrën që është nga kanë rritë e treve, kështu që i falenderona përjetësisht, edhe jam shumë e fat, sepse ndonjëherë pasunia me madhe, mbështetja me madhe, janë familja. Edhe çka të që me pas një jetë, ndërshta, edhe kur kom pas sfida të ndryshme, vetëm në prejera ati, unë ku do me kom botë,
aeroplanit, shkojnë katon, rinë një mujdet, rinë prenin e nanës, dashnin e nanës, edhe si kur marë forcë, marë jetë, për gjithë sfid me te i kalu. Për atë arsye, ndërsa i kom kalu shumë gjërat njët me lehtësi.